Mirdita, bien nga qielli 2 meteorite dhe 2 njerëzit që gjetën meteoritet, njëri u bë milioner, kurse tjetri jo. 2 histori të ndryshme në 2 shtete të ndryshme. Dëgjojeni me kujdes sepse është mirë që të jemi të informuar, sepse ndoshta një fat i tillë mund t'i ndodh kujdo nga ne. Kush është rastisht i gjithmonë dhe nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Të dyja historitë ndodhen në vitin 2024. Bile tregohet që ajo në Indonezi ndodhi në vitin 2020. Megjithatë në vitin 2024 kemi bërë dhe një video për këtë, por unë doja që t'ja u tregoja. Atëherë, në fillimisht do t'u tregoja atë që mori para, për fjalë ai që u bë milioner. Një djalë nga Indonezia, i quajtur Joshua, kishte një familjen shumë të varfër dhe djali i tij, më i vogël, kishte disa probleme. Mirpo, ky me kalimin e kohës, gruaja e tij punonte dhe ky kishte një punë që herëherë punonte, herëherë jo. Në një moment e shkarkuan nga puna gruan dhe ky mbeti me një fjalë vetëm me ato puna që gjente her pas here. Dhe luste Zotin çdo ditë. Luste Zotin që t'i jepnin diçka. Me fjalë, o Zot, më jep diçka, një punë, nuk kërkonte gjë tjetër, kërkonte vetëm një punë. Kaloi shumë kohë, kaluan 3-4 vite, mos gaboj, dhe vetëm familja e tij, pra jati, mundohesh që ta ndihmonte her pas here. Por nuk mund të e keni parasysh që në këto vende, për shembull në Indonezi, nuk është e thjeshtë që të ndihmosh, sepse sidoqoftë që të gjithë jetojnë në të njëjtin situatë. Dhe si përfundim, një ditë ky teksa po punonte baçen, sepse kishte një baçe të vogël, se teksa po punonte baçen aty, kur dëgjon një zhurmë të fortë. Afrohet tek shtëpia, i shkreti kishte një shtëpi prej llamarine, e mbuluar me llamarin. Dhe kur shikon llamarina ishte çarë, futet brenda në shtëpi, mu në mes të shtëpisë, mu në qendër të shtëpisë, një meteorit, një gur meteorit. Ai fillimisht mendonte se ishte ndonjë gur e kishte hedhur ndokush. Mirpo gropa që kishte bërë sipër, gur rreth 1 kg e ca. Ai mendoi se ndoshta e kishte hedhur dikush. E mori, ju afrua, e mori atë gurin dhe ishte i nxehtë. Aty kuptoi, pra dëgjojeni me vëmendje, ishte i nxehtë guri. Dhe aty kuptoi që ky gur kishte ardhur nga qielli. Dhe e mendoi me njerë, tha, ky është meteorit. Djali në atë kohë ishte 27-30 vjeç, një gjë e tillë. Dhe dëgjoni se çfarë bëri. Ai shkoi tek një miku i tij, që ishte profesor. Dhe profesori i tha, profesor kimie, i thot ti profesori, më thuaj thot çfarë mund të bësh ti, thot nëse ty të vjen thot një meteorit, thot, dhe nëse gjen një meteorit. Dhe profesori tha, gjën e parë që bëj, tha, shkoj në një laborator për të kuptuar nëse është meteorit. Pastaj tha, e nxjerr në shitje online, tha, në internet. Këtë bëri dhe ky. Shkoj, u fut në një laborator, i kërkoi këtyre të laboratorit që ta eksaminonin, e mori atë në një trast i shkëleti, e mori kur e pan ata, ishte një meteorit. Meteorit 4.5 miliard vite i vjetër. Kur e nxori në shitje, sepse ai nuk dinte se sa mund të kushtonte, i than ata, varet i than, këta që të laboratorit, në qoftë se mund të jetë i 4 miliardë e gjysmë që është kështu, mund të kushtoj, varet nga laboratori që e merr, varet nga shteti që e merr, varet nga shumë nga interesat që ka. Por harroje, tha, që në Indonezi, i tha laboratori, harroje që në Indonezi tha mund të japin para. Në fakt, ai sa e nxori shkrimin në internet, në eBay, mos gaboj, e morën direkt në telefon, e morën nga Amerika. Dhe i than, duam që të vim të shikojmë. Dhe ai tha, jo, fillimisht, dëgjoni, fillimisht tha, më duhet ta një kapar. Ata i than, na dërgo emër, mbiemër, çfarë duash ti, dhe i dërgoi një kapar. I dhan rreth $150,000 parafërsisht si kapar. Por nuk mbarën këtu, sepse kur e takuan, merrin mend, i than, ne mund të japim ty vetëm $700 për gram. T'ja u përsëris prap, për gram $700. Mirë po, ai ishte i madh rreth 1,5 kg, mos gaboj, dhe kështu që zotëria u bë milioner brenda një nate. Pra, varet se si me kë ti kontrakton dhe kujt ja jep. Pra, ja dha shtetit amerikan. Kaq. Është e vërtetë që shteti amerikan, për shembull, për këto gjëra janë shumë të kërkuar, sepse janë shumë të rrallë këta meteorit që bie në tokë dhe nuk thërmohen. Tani do t'ju them historinë tjetër që ndodhi, e njëjta histori, por që ndodhi në Itali. Dhe njoh njërin nga këta njerëzit që ka qenë prezent. Në Kozenca, vitin 2024, në kohë vere,
në mëngjes, teksa po pastronin këto rërën në det, e keni parasysh ato plazhin e detit, teksa po pastronin, shikon njëri nga këta që ishte pronari, ishin 2-3 bashkë këta, ai pronari së bashku me këta që punonin aty. Dhe shikon që bie një gur në rërë. Dhe hapi një grop, po thuaj, ai gur, sepse ishte, mos gaboj, rreth 1 kile, nuk ishte 900 gram ishte, por në rërë dhe hapi, sidoqoftë hapi një grop. Dhe ky pronari u ofrua së bashku me ta. Tani, e para njerë që ishin dhe të tjerët aty. Ai nuk mund të bënde do të lëvizje tjera. E dyta, që është akoma më e rëndësishme, të dini që rëra, pra plazhi, nuk është privat, por është shtetëror, sepse toka edhe ti nëse ke me qira, është e shtetit dhe nuk është jotja. Pra për vendet që janë të plazhit po flas. Dhe ndonë se ai ishte plazhi i tij, pra i pagonte qira, ai vend aty ishte i bashkisë dhe ai nuk mund të deklaronte ndryshe, sepse ishte aty, pra kishte edhe dëshmimtar. Tjetra, ai nuk e preku. Ky ishte akoma më keqe, sepse nuk e preku, tha, nuk dua ta prek, sepse çfarë mendoj ky, siç më tha dhe ky miku im që organizon disa evenimente, ky miku që më tha, gjën e parë që bëra, tha, sepse shkova për të regjistruar, bërë një video, ai tha që nëse unë do ta prekja, tha, duke e ditur që vinte, tha, nga qielli, i tha ky pronari i këtij plazhit, unë mendova, tha, që nëse do ta prekja, tha, mund të merrja në një virus, ose mund të krijonte ndonjë problem. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Pra, nëse ti e prek, mund të krijojë probleme, varet nëse se ka element të tillë. Për shembull, djaloshi që ju thash, ai deri tani nuk ka vdekur, nuk ka asnjë lloj problemi, u bë milioner dhe kaq. Kurse ky, pasi e deklaroi, mori ato gazetarët e zonës dhe i informoi që erdhi një meteorit nga qielli. E morën, e ekzaminuan atë meteoritin, erdhen shkuan nga Torino, dhe është një studim, një laborator i famshëm në Torino, shkuan që të kontrollonin se sa i vjetër ishte. 4 miliardë e gjysmë. Tani, do thot në njëri nga ju, po mirë, 4 miliardë e gjysmë ai, 4 miliardë e gjysmë ky. Po, sepse 4 miliardë e gjysmë vite, ose vjet, ka sistemi ynë diellor. Pra, këta gur që lëvizin, ose këto meteoriti që lëvizin, janë të sistemi ton diellor. Kështu që sa i vjetër është sistemi ynë diellor, aq i vjetër është edhe guri. Pra, ai mund të ketë, është krijuar që atëre, dhe pastaj është endur, si mund të quhet nëpër atmosferë, derisa një pjesë e tij ra aty në tokë. Si përfundim, e ekzaminuan dhe tani ka një vlerë, parafërsisht, rreth 1.800.000 euro, të paktën kështu thuhet në Itali kjo, por çfarë i dhanë atij zotërisë? E falenderuan. I thanë, falenderit që na dhe këtë meteoritin, dhe si përfundim nuk mori asnjë kokër leku. Dhe ai tha, jam shumë i gëzuar, tha, sepse nuk e preka, tha, dhe nuk më krijoi probleme, sepse po ta prekja mund të krijonte probleme. Megjithatë, ja u thash këtë sepse ndonjëherë Zoti është aty, ju tregon sinjale nga të gjitha anët, ose ju dërgon dhurata nga të gjitha anët, duhet jemi ne që të dimë se si ti kapim këto dhurata dhe si ti bëjmë tonat. Megjithatë, unë ja tregova sepse shpresoj që secilit prej jush t'i bie një meteorit afër shtëpisë ose afër makinës, normal, jo t'ju vras, por që të bëni të gjithë milioner. Kështu që ja uroj të gjithëve. Më thoni çfarë mendimi keni për këto dy histori dhe nëse ju ka ndodhur dhe juve ndonjë diçka e tillë. Mbajeni mend të meteoritët janë thelbësor, sepse është tepër e vështirë që një meteorit të bie në tokë, është shumë e rrallë sepse bien grimca të vogla të meteoritit sepse thermohen, por të mëdha është pak e vështirë. Dhe nëse i gjeni, mbajeni mend që kushtojnë miliona dhe mund t'i shisni. Hajde, kalofshi bukur, ditë mbar.